Përshëndetje të nderuar. Sot po jetojmë në një kohë kur krizat nuk janë më përjashtime, por janë bërë normalitet. Krizë besimi, krizë institucioni, krizë familjare, krizë morale, kriza gjithandej. Njeriu i sotshëm është i rrethuar nga pasiguria, në politikë, në ekonomi, në marrëdhënie shoqërore, në punën e tij, në sistemin e jetës ku është akomoduar dhe e vazhdon jetën e tij. Dhe pikërisht në këtë realitet të trazuar të cilën sot po e jeton njerëzimi, surja Jusuf nga Kurani nuk vjen këtu si një histori e largët, por na ofrohet si një pasqyrë e drejt për drejt e jetës sonë të përditshme. Surja Jusuf flet për tradhtinë brenda familjes, për padrejtësinë e sistemit politik kur jetonte, për manipulimin e së vërtetës, për tundimin e epshit dhe pasioneve dhe për mënyrën se si njeriu përballet me të gjitha këto, por pa e humbur vetveten. Nëse e lexojmë me sytë e sotëm, surja Jusuf na vendos përpall pyetjeve shumë konkrete dhe të cilat i ndjejmë për çdo ditë në lëkurën tonë. Çfarë të ndodh ty nëse goditesh nga më të afërmit e tu? Si sillesh kur sistemi nuk të mbron, përkundrazi të shtyp? Si reagon kur e vërteta mbulohet me propagandë dhe kur padrejtësia paraqitet si normë? Pyetje këto, të cilat i shtroj në fillim të kësaj videoje, nuk janë pyetje teorike sa për të thënë diçka, por janë realitet i përditshëm edhe në hapësirën shqiptare ku jetojmë, ku shpesh shohim tensione familjare, polarizime politike, linçime nga shumë njerëz në shoqërinë ku jetojmë dhe mungesë e besimit në drejtësi. Surja Jusuf e Kur'anit na mëson se kriza nuk është fundi i rrugës, por është pjesë e procesit të formimit të personalitetit të njeriut. Ajo na tregon se njeriu mund të kaloj nga përjashtimi total, rënja në pus në bunar, drejt ndikimit dhe përgjegjësisë më të lartë në shoqëri, pa e sakrifikuar moralin. Në një kohë ku shumë kush mendon se për të mbijetuar duhet të bësh kompromis me të vërtetën, surja Jusuf e vendos një standard të qartë, tepër mësues dhe tepër edukativ. Integriteti i njeriut nuk është luks, është kusht për çdo ndryshim të qëndrueshëm dhe të duhur. Prandaj, të nderuar, kjo histori që shpjegohet në surën Jusuf të Kur'anit nuk është thjesht një histori profetësh. Kjo është në fakt historia e çdo njeriu që përballet me padrejtësi, që sprovohet nga pushteti, që testohet nga tundimi i pasioneve dhe epshit dhe që duhet të zgjedh mes rrugës së lehtë dhe rrugës së drejtë. Surja Jusuf pra është një udhërrëfyes për kohë krize, është një tekst që na mëson jo vetëm si të mbijetojmë, por si të mos humbim dinjitetin në një botë që shpesh na vë në sprova të ndryshme. Sante pra dhe nga sante po fillojmë me tefsirin e Kur'anit. Fillimisht me surën Jusuf, e cila është një manual jete edhe për ditët tona kur po jetojmë. Ajo pra do të na ofron
të kuptoj më mirë dhe më drejt atë që unë shpesh e kam thënë para juve, se Kurani do të zbret në tokë dhe të shpjegohet me terminologjin e tokës, sepse Kurani është zbritur për tokë dhe për njerëzit që jetojnë në tokë. Përdor gjuhën e njerëzve që jetojnë në tokë, përmend ngjarjet që kanë ndodhur në tokë dhe i shpjegon ato kryekput me një gjuhë toksore. Rrjedhimisht, i tërë koncentrimi kuranor është që gjithçka të jetë me gjuhë dhe me logjik toksore. E kjo gjithçka është krijuar për t'i shërbyer njeriut që jeton pikërisht në këtë tokë. Sipas Islamit, të nderuar, tek njeriu ose njeriu vetëm pasi ta kuptoj dhe përvecoj e shtije në dorë toksoren, ai tek atëherë mund të shpresoj se një ditë ka për ta kuptuar dhe fituar edhe atë që quhet qiellore. Thënë me një gjuhë edhe më toksore, është shumë vështirë të fitohet qiellorja derisa ti nuk je në gjendje ta fitosh fillimisht toksoren. Me që Kurani e përshkruan ngjarjen e Jusufit si ahsanal qasasi, ngjarja më interesante, tregimi më i mirë, ndodhia më e çuditshme, mesazhi më i fuqishëm dhe më kuptimplot, unë do të nisi tefsirin e Kur'anit pikërisht në surën Jusuf. Do të mundohem që të jam i rregullt çdo të hëne dhe të ejte me temat e këtilla, pa lënë menjan ato të cilat i kam shpjeguar në lidhje me politikat ndërkombëtare, ngjarjet e ndryshme në botë, ato që kanë të bëjnë me politikat e brendshme, me jetën sociale, me ndonjë shpjegim apo ligjërat në filozofi dhe të ngjashme. Ky cikël i ligjëratave apo i videove do të jetë shtesë, nëse guxoj të them, e opusit të ligjëratave të cilat unë, së paku në këto 3 vitet e fundit, jam munduar t'ua ofroj në mënyrë të rregullt. Të nderuar, surja Jusuf është një nga kapitujt më të veçantë në Kur'an. Jo vetëm për shkak të strukturës, së shtjellimit të saj të plot që e bën për një ngjarje, por edhe për thellësinë e jashtëzakonshme sociale, psikologjike dhe etike. Do të mahniteni me përmbajtjet aq të shumta, aq të thella, aq filozofike dhe në të njëjtën kohë aq praktike, që nga ajo mund të merr mësim secili njeri në përditshmëritë e tij, sa kjo mënyrë e shpjegimit në kaq pak faqe që e bën Kur'ani nuk mund të gjendet. Unë kur nuk kam hasur në ndonjë tregim, apo në ndonjë rrëfim, apo në ndonjë libër, apo në ndonjë studim, qoftë edhe në qindra faqe, të ketë arrit të thot me kaq pak fjalë tërë atë që ka ndodhur me Jusufin dhe jetën e tij, familjen e tij dhe gjithçka në kohën e tij, me terminologji të cilat i përshtaten secilës kohë kur jeton njerëzimi, pra edhe kohës sonë. Surja Jusuf është e përbërë nga 111 ajete dhe paraqet në fakt konkretisht paraqet historinë e Jusufit në mënyrë të vazhdueshme dhe, thash pak më parë, kronologjike, i vetmi rast i këtill në Kur'anin e lartësuar. Është quajtur ahsanal qasasi, tekstualisht rrëfimi më i bukur,
sepse sintetizon në një histori të vetme, thuajse të gjitha temat themelore të jetës njerëzore, si individ dhe të shoqërisë si pjesa të gjinisë njerëzore. Do të bindeni edhe vetë, sërisht po them, në gjithë këtë hyrje të cilën e paraqita para juve, gjatë komentimit, shpjegimit, përcjelljes të kjo, të qëndrimeve të dietarëve, të mufesirëve, jo vetëm musliman, por edhe të sociologëve, të politologëve dhe të psikologëve perëndimor që janë marrë me bërthamën dhe përmbajtjen e surës Jusuf. Nuk ka thuajse asnjë tekst tjetër në Kur'an që është trajtuar me kaq seriozitet sa surja Jusuf në anën perëndimore, sikur që nuk ka asnjë tekst në Kur'an i cili është thellë dhe në mënyrë përmbajtjesore rrezaton në të gjitha porët e jetës së njeriut, mbase edhe tani në kohën moderne. Kjo sure nuk është vetëm rrëfim fetar, por është një model i analizës sociale të konfliktit, të pushtetit, të moralit dhe të rendit shoqëror. Ajo përshkruan transformimin e individit dhe shoqërisë përmes krizave të ndryshme, duke u nisur nga problemet dhe konfliktet familjare e deri tek lartësimi në pozitat më të larta shtetërore. Prandaj, sonde këto në këtë video, lirisht them se nuk po flasim për një histori klasike fetare, por do të flas për një dramë njerëzore që përfshin tradhtinë, që përfshin pushtetin, manipulimin, padrejtësinë, korrupsionin shtetëror, keqpërdorimin e detyrave dhe pozitave shtetërore dhe domosdo edhe ngritjen nga hiqi në maje të shtetit. Me kusht që të arrihen këto, me kusht që njeriu të jetë i sinqert dhe i përkushtuar ndaj punës së tij. Andaj, nuk përtoj të them se nga kjo sure, nga shpjegimi i kësaj sure, nuk do të përfitojnë vetëm lexuesit apo dëgjuesit e rregullt të videove të mia. Por, nëse eventualisht e dëgjojnë, mund të përfitojnë të gjithë të tjerët, mbase edhe klasat politike, edhe njerëzit të cilët kanë rënë dhe janë ngritur dhe si duhet të veprohet ndaj shtresave të njerëzve, të cilët në një kohë e kanë ndrydh dhe shtrydh e shkelur njeriun, dhe kur ky njeri vihet te pozita politike, pozita shtetërore, kur akomodohet mirë në jetë, çfarë duhet të bëj me ata të cilët e kanë ndrydh, shtrydh dhe shkelur përgjatë jetës së tij. Andaj thash se surja Jusuf është një manual i përgjithshëm, i cili i hy në punë secilit individ, sepse secili individ në këtë botë mund të ballafaqohet me problemet familjare të cilat i ka pas Jusufi, mund të ballafaqohet me padrejtësitë, me dehumanizimin e tij, duke u hedhur në bunaret e jetës, duke u hedhur në skajet e jetës. Mund të gjejnë veten këto të gjithë ata, pra edhe pushtetarët të cilët sot e kanë pushtetin, por përgjatë procesit të jetës së tyre mund të sprovohen dhe të ballafaqohen dhe të vinë pastaj në pozitën e vëllezërve të Jusufit, të cilët nuk kanë asgjë tjetër pos ti drejtohen qiellit për të lutur apo mëshirës së atij
me të cilën nuk janë sjellur mirë sa kanë qenë në pushtet. Duke e shpjeguar surën Jusuf, të dashur ju që i përcjellni videot e mia, ju nuk do të dëgjoni thjesht një histori, një përrall, një rrëfim si rrëfimet e Ezopit, por do të keni përpara duarve tuaj mësimin nga i cili mund të nxjerret çdo gjë pej që do t'ju shërbej në jetët tuaj. Jo rastisht e kam quajtur manual i jetës njerëzore, sepse në këtë sure përmenden, gjeni dhe do të dëgjoni atë se si vëllezërit që planifikojnë eliminimin e vllaut të tyre, elitën që manipulon drejtësinë, sistemin që burgos të pafajshmit dhe një njeri që nga sklavi i dikurshëm, nga i hedhurin në bunar, nga i sakatosurin nga familjarët e tij, arrin të bëhet ministër, jo si të gjithë ministrat, por ministër nga duart e të cilët varej fati i gjithë gjinisë njerëzore në kohën e tij. E shtroj një pyetje tani këto. A mendoni si e tillë si e përshkrova se kjo histori është diçka vetëm si ngjarje e kaluar, apo që po ndodh edhe sot midis neve? Dietarët e shquar klasik të islamit, sidomos mufessirët si Ibn Kathiri dhe Taberiu, nuk e kanë shpjeguar historinë e Jusufit vetëm si një histori ngjashëm me historitë e tjera të përmendura në Kur'an. Megjithëse Fahrur Razi e ka tefsirin e tij me nuanca filozofike, logjike, analitike dhe sintetike. Megjithëse ai edhe historitë e pejgamberëve të tjerë i shquan, i cilëson dhe i trajton si civilizime të ndryshme në përkohë nga Ademi a.s. Edhe Razi, edhe Taberiu, edhe Ibn Kathiri, edhe 17 mufesir të tjerë, rastit të surës Jusuf i kushtojnë një vëmendje të posaçme. Duke e pa këtë vlim, analizash, libras, shpjegimesh, sidomos nga perspektiva sociale të dietarëve musliman, ndër më të shquarit që ka pas historia e islamit, sociolog të ndryshëm në Evropë dhe në botën perëndimore, teolog të ndryshëm, psikolog të ndryshëm, neurolog të ndryshëm kohëve të fundit e kanë marrë me seriozitet surën Jusuf, e kanë trajtuar dhe kanë bërë studime e libra të tëra në lidhje me atë që përfshin surja Jusuf. Ndër më të njohurit nga modernistët, si musliman Fazlur Rahmani, pastaj Toshihiko Izuzu, pastaj Weberi, për te ka folur Marksi, pastaj Jungu, pastaj sociolog e psikolog të tjerë, të cilët për të plotësuar apo për të plotësuar doktrinat, teoritë e tyre në lidhje me zhvillimin e njeriut dhe ndikimin e rrethit në krijimin e personalitetit të njeriut, kanë qenë të detyruar të them në mënyrë analitike, jo juridike, kanë qenë të detyruar që me pa tjetër të trajtojnë edhe përmbajtjen e thellë filozofike të surës Jusuf. Përshka
sepse Surja Jusuf nuk është trajtuar si një histori sa për të lezuar, por një realitet për të kuptuar mirë në mënyrë që të kuptohet edhe jeta sa më mirë. Shumë herë, gjithçka që fillon në familje, jo në shtet, jo në politikë, por pikërisht në shtëpi, dhe ajo më pastaj ndikon tek njeriu e në përmesti edhe në rrjedhat shoqërore. Krizat e mëdha në të shumtën e herave nuk fillojnë në parlamente, por ato fillojnë në për shtëpi, në për familje. Dhe nga aty ndikohen edhe dinamikat e parlamenteve, të shoqërive dhe të shteteve të ndryshme. Sigurisht keni pa dhe keni dëgjuar, ndoshta edhe keni përjetuar, xhelozi që shkatrojnë familje të tëra, kur vllau hidhet në pus, kur shitet si sklav, tradhtohet tek i huaji dhe armiku, dhe më pastaj kur burgoset pa faj. Ky shembull pra, klasik, është ai të cilën Max Weber e quan pushteti byrokratik i deformuar, i nisur nga familja tek majet më të larta të udhëheqjes politike. Dhe vazhdon në nënvizimin Max Weber, ku thot se sistemet politike dhe shoqërore nuk rrëzohen kur ka padrejtësi, por rrëzohen kur padrejtësia bëhet norm nëpër ato shoqëri. Jemi duke e komentuar Kur'anin, fillimisht, siç thash, surën Jusuf, që është manuali më i mirë nga i cili mund të mësohet çdo gjë, edhe për sot dinamikat me të cilat sot po ballafaqohemi ne si shqiptar dhe njerëzimi në përgjithësi. Një rast tjetër, të cilin e përmend në mënyrë të veçantë surja Jusuf, është rasti i gruas së Azizit, Zulejhas, për të cilin kanë shkruar edhe poet të ndryshëm, për të cilin ka shkruar edhe Sami Frashëri, Ferdusi, Hakemi, Saadio në Persi, poet të ndryshëm në botën islame, poet mistik, idealist edhe në botën perëndimore. Rasti i Zulejhas me gruaja e Azizit, me Jusufin a.s. është rast në të cilin kanë mësuar gjëra të cilave në përmes poezive, të cilat në përmes poezive, rrëfimeve dhe shkrimeve të ndryshme letrare, ua kanë sjell dhe ua kanë ofruar shoqërive të tyre mësimet më të nevojshme. Çfarë është aty? Një grua që ka pushtet dhe një burr pa pushtet. Dhe në mes tyre një kauz që do ta shkatronte njeriu pa pushtet, por që për shkak të qëndrimeve të tij konsistente, morale, duke njohur Zotin dhe duke njohur paradigmat shoqërore, duke e kujtuar jetën e kaluar të tij, që nga fëmijëria i ruhet dhe i reziston këtij tundime, për të hedhur në burg, për të pranuar ndoshta një faj të cilin nuk e kishte bërë, vetëm që ta ruaj autoritetin e njeriu të pushtetshëm, nga i cili vareshin rrjedhat shoqërore. Dhe ajo ishte gruaja e Azizit, gruaja e njeriu të parë dhe më me ndikim në shoqërinë e atëhershme. Po sot, miq, me që po flasëm me terminologjinë toksore, me terminologjinë e hapësirës ballkanike, të gjeografisë edhe shqiptare, sa ne i ruajmë njerëzit e fuqishëm, të cilëve Zoti dhe shoqëria ua ka vënë mbi supe,
në duar përgjegjësinë e udhëheqjes së shoqërisë, të shteteve tona dhe të shteteve të ndryshme, sa e ruajmë autoritetin e tyre për hir të mos tundjes dhe lëkundjes, për hir të mos krijimit të problemeve në për shoqëri të ndryshme. Njeriu i sotshëm, sa është guximtar dhe sa është i kujdesshëm, që të mos përhap lajme, që të mos dezinformoj vetëm që të mos shkaktoj shqetësime në për shoqëri të ndryshme. Apo është duke ndodhur e kundërta e asaj që e porosit rrafimi i surës Jusuf, ngjarja e Hazreti Jusufit, madhështia e një njeriut që e nis nga adoleshenca e tij e deri në momentet e fundit të tij, nga jeta e Hazreti Jusufit alayhi salam. Kur morali përballet me pushtetin, shumica zakonisht dorëzohet, por historia i kujton vetëm ata që i rezistojnë shtypjeve, ndrydhjeve, shantazheve dhe lingjimeve morale dhe të gjithëmbashme në përballimin e tyre me pushtetin dhe me shoqërinë. Rasti i Jusufit, surja Jusuf, tregon se lideri i vërtet nuk shfaqet në për kohë normale dhe me jetë të bollakshme, por shfaqet, zhvillohet dhe ngrit zërin dhe vendimin, sidomos në kohë krizash. Siç na bën me dije kjo sure se momenti më i fuqishëm nuk është pushteti të nderuar, por është falja, atëherë kur e ke në dorë pushtetin për të hakmarrur. Jusufi alayhi salam mund të hakmerrej shumrën, por ai zgjedh pajtimin me vëllezërit e tij dhe me të gjithë ata të cilët e kishin ndrydhur dhe shtrydhur deri në ditët kur Allahu, morali i tij, qëndresa e tij, konsistenca e tij e ndihmojnë që të arrijë të majat e pushtetit të botës së atëhershme. Hannah Arendt e konsideron këtë sure si një mësim dhe e shpjegon në mënyrë fantastike, sidomos momentin e faljes si akti më i fuqishëm politik. Për të qenë mësim për shtete, për shoqëri, për njerëz dhe për parti politike që në vend të hakmarrjes për shkak të veprimeve të asaj partije deri para 4 vjetë sa ishte në opozit, në vend të hakmarrjes ndaj saj të zgjedh faljen për hir të shoqërisë dhe të mirës njerëzore në përgjithësi, për hir të atyre njerëzve të cilët ua kanë dhënë besimin këtyre, që e kanë në dorë edhe hakmarrjen edhe faljen, por që historia do t'i përmend vetëm ata që jo që janë hakmarr, por që kanë falë të tjerët, të cilët i kanë penguar dhe ndrydhur gjatë rrugtimeve të tyre politike. Tek e fundit, Hannah Arendt e përmend shumë qartë, gjithnjë duke u bazuar në surën Jusuf, se shoqëritë në përgjithësi, në vijat të trasha, nuk shkatërrohen nga urrejtja mes tyre, por shkatërrohen kur nuk din të falin, kur nuk janë të gatshëm të falin. E përsëris, shoqëritë nuk shkatërrohen nga urrejtja midis njerëzve aty, por shkatërrohen atëherë kur nuk din të falin, kur nuk janë të gatshëm të falin, sidomos në kohën kur e kanë fuqinë, por që falja do të dohej të ishte primarja. Sonte këtu
dhe në ditët në vazhdim, në ditët të cilat I kam përcaktuar për komentimin e Kur'anit, dua ta përmendi edhe një të vërtet të hidhur në lidhje me rastin. Njeriu ndodh që kalon ndonjëherë nga pushteti, nga pasuria, nga pozita, nga shëndeti I mirë në rënje tek të gjitha këto pika. Mbase, bie edhe në poshtrim të cilin ja bëjnë njerëzit të cilët e rrethojnë. Dhe përsëri ky njeri ngritet atje ku ka qenë më parë. Pyetja që e rekomandon sure Jusuf është me sa vjen: a e ruan njeriu moralin gjatë kësaj rruge rënje ngritje apo e humb? Surja Jusuf e përsëris edhe njëherë na mëson se si të fitojmë. E mbi këtë na mëson më së shumti se si të mos e humbim veten gjatë proceseve kur ne jemi lart, mbijem poshtë, ngritemi lart dhe kështu e vazhdojmë jetën. A është bota, meq, një pyetje, sa minuta u bë? 30 minuta. A është bota sot sipas juve më afër vëllezërve të Jusufit apo të Jusufit vet? Ju që po e dëgjoni këtë, a do të falnit në mënyrën që shfal Jusufi, a do të sjelleshit në mënyrën siç është sjell Jusufi, apo do të hakmerreshit në mënyrën të cilën e urrente Jusufi? Nëse nesër ballafaqoheni me peripeti duke nisur nga hapat e parë të jetës suaj në familje, a do të silleshit me familjarët tuaj siç u sjell në fund Jusufi, siç duroi, siç I përjetoi të gjitha për hir të prindit të tij, për hir të prindërve të tij, që të mos I prek në zemrat e tyre, për hir të Jakubit dhe nënës së tij Jusufi, I duroi të gjitha në mënyrë që ta fitoj razin e tij, të prindit, të babës dhe nanës, e nëpërmes tyre edhe razin e Allahut. Ju, shqiptar, kudo që jeni, në hapësirën shqiptare dhe gjithandej në mërgat, a do të kishit qenë Jusufi apo do të kishit qenë sikur vëllezërit e tij? Historia e Jusufit apo surja Jusuf, të cilën dal nga dal, ajet pas ajeti, do ta shpjegojmë në mënyrë të detajuar, gjithnjë dhe vetëm gjithnjë, nga perspektiva sociale, individuale, shoqërore, njerëzore në përgjithësi, në të ardhmen, fjalë për fjalë dhe ajet për ajet. Kur ta dëgjoni interpretimin, komentimin, shpjegimin e tyre, edhe jo, jam mase I bindur se do të bindeni në atë që Kur'ani e quan ahsanal qasasi, rrafimi më I mahnitshëm, mësimi më kuptim plot, rrafimi më I duhur, më I mirë për rastin e Jusufit dhe ngandej për juve të gjithve që I dëgjoni këto video. Historia e Jusufit miq kalon në për faza të ndryshme që përfaqësojnë situatën tipike sociale tëndën dhe tuajen dhe timen së bashku me ju në jetën tonë të përditshme. Pra, përfaqëson në mënyrë të dinjetetshme, sikur të ndodhte sot, rastin e familjes dhe konfliktit të brendshëm me vëllezërit e tij,
përfaqëson marginalizimin, hedhjen, maton rolit që duhej ta kishte një person në shoqëri. Hedhjen, maton ose andej ka këndet e shoqërisë, që të marginalizohet, që të blokohet, që të mos jetë kontribus në shoqërinë e tij. Është rasti simbolika e hedhjes në bunar. Pastaj, Surja Jusuf përfaqëson skllavërinë dhe integrimin në shoqëritë të huaj. Pastaj, përfaqëson tundimin moral dhe shpifjen që i bëhet. E ky qëndresën për të mos e qitur në pozitë të keqe një nën, një grua, një bashorte, e as bashortin e tij, e as pozitën e tij si udhëheqës politik, nga i cili varej fati i shoqërisë atëhershme. Përfaqëson padrejtësinë institucionale të burgjeve të atëhershme, drejtorët e burgjeve, gardianët e burgjeve, njerëzit të cilët ishin në burgje, prokurorinë e atëhershme, avokatët e atëhershëm, gjykatat e atëhershme dhe mbi të gjitha rolin e burgjeve që përveç burgosjes dhe mbylljes së njeriut prapagrillave, do të duhej ta kishte misionin edhe kthimin e atij personi në një njeri të vyeshëm, kontribues pasi të del i lirë nga grillat përtej burgut. Kjo sure gjithashtu përfaqëson rikthimin në pushtet dhe drejtësinë sociale, faljen, edhe atëherë kur e ke në dorë fuqinë për hakmarrje dhe pikërisht atëherë e hedh bombën atomike mbi epshin, mbi pasionin, mbi shtazarakën që është pjesë e jetës njerëzore dhe pikërisht atëherë ti e fal atë që të ka dëmtuar dhe i fal ata të cilët të kanë shpif dhe shantazhuar. Vetëm e vetëm, pse ti ke qenë i drejtë, pse ti ke dëshiruar të kontribosh, pse ti je munduar që të jesh edhe një tull më tepër në ndërtimin dhe konsolidimin e shoqërisë në të cilën jeton. Kjo sure gjithandej tregon edhe pajtimin dhe rindërtimin e familjes, rindërtimin familjar, pas peripecive, ngjarjeve, tradhtive, hedhjeve në bunar, shpifjeve, mashtrimeve të prindit dhe sidomos pas atyre ndjenjave të cilat i kishin vëllezërit e Jusufit, ndjenjat e xhelozisë, se përse prindi i tyre, Jakubi a.s. e tregonte kujdesin më të shtuar ndaj Jusufit se ndaj vëllezërve të tij. Një mësim spektakolar për prindërit gjatë gjithë historisë dhe për prindërit e kohës së tanishme, që të kenë kujdes të mos lëshohen ndaj njerit e vlad më tepër se ndaj tjetrit, të mos tregojnë kujdes të shtuar ndaj njerit më shumë se ndaj tjetrit, sidomos në prezencën e evladve të tjerë. Pra, rrëfimi i Jusufit a.s. fillon me një krizë brenda familjes, xhelozia e vëllezërve ndaj Jusufit, ku elementi kryesor pasqyron një nga temat më universale. Konkurenca për dashurinë prindërore, pastaj rivalitetin për status dhe privilegj në familje dhe më tutje, e natyrisht edhe si pasojë të gjitha këtyreve tensionet brenda strukturës familjare. Sot nuk po e zgjati më shumë, nuk dua të ju lodhi më shumë në vija të trasha i përmenda temat bazë shkurtimisht, fjali për fjali, në lidhje me atë se çfarë do të shpjegojmë tani. Pse kam thënë vazhdimisht,
të zbritet Kur'anin në tokë, të shpjegohet me terminologji toksore, që i bie të shpjegohet me terminologjin e përditshmërive të jetës sonë, të mos lëshohemi në shpjegime të cilat sot as pak nuk na hynë në punë, të mos lëshohemi në shpjegime të tepruara për ahiretin, për gjenetin, për qiellin, për xhehenemin, për berzakhin, për natën e varrit dhe të ngjashme. Por ato herë të përmenden vetëm si kujtesa, vetëm si cythje, vetëm si nxitje për të mirë, apo si momente tërheqjeje veshi dhe vëmendje se po nuk ju përmbajtum ligjshmërisë së Allahut, ligjeve të tij, feja së Allahut, mund të pasojmë edhe atë që nuk do ta dëshironim kur. Surja Jusuf fillon me 3 shkronja, elif, lam, ra. Tilke ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Mirupafshim në videon e radhës.